ku më ka po mu që shtë së dhjëm do katastrofe dhe më ka po. Mja nis me baj që se gojle, veç me lujt njëre. E di që ka marrë male. Përshëndetje produksion Onima, hello, si jeni? Jeni mirë? Sot për ju vjen nga kere, me na falë, sa e kryva punën, që tasht edhe të fitnesi, e thasht përgjigj na qëto pytja, që mi ka bu shpate, e filloj me pytjen e parë. Kush është zona e bukur? Faleminderit për kompliment. Dyqysh mendoj që ka shumë a shumë te one se sa veç qysh dokna. Jëm person që shumë besoj që se cilin njerin që të botë, është këtu për një arsye dhe qaj arsye ka me ndrejsh botën në mënyrën e vetë. Filmi? E që unë mendoj që arsyeja jame është që kom qef minimu njerës, kom qef m'ju jap pozitivitet, m'ju jap një tjetër perspektive në sanet që ndodhin, se krejt përjetuin asanet këqia, po m'doket që është krejt në varë që është e këqyrë të situatën. Okay? E që ato mënona me bu, një mu tjertë edhe mi motivu. Vazhdojmë. Ke lindur dhe je rritur në Londër për ke një lidhje të fort me Kosovën. Si e përjeton këtë përzirje të kulturave? Dyqysh dyjat janë shumë të ndryshe. Anglia edhe Kosova shumë ndryshim i madh, drejt me të kallzu, po folje për mentalitet. Tash në Kosovë çka kom mësu veç sa rën është fjala besë, s'm di shumë ta spjegu, edhe lidhje që i bën me familje, që ato lidhje që i bën edhe me protect njëri tjetrin, me mbrojt njëri tjetrin, që ato i maj gjithë për jetë. Dyqysh hala ko gjakin shqiptar njëre. Anglia që më ka mësu, Anglia shumë ben open-minded, men të hapur, se ka shumë diversitet, do me thonë ka njerës për krejt botës që vinë këtu me jetu, e mu më vjen puna me full me njerës për çdo venit botës, edhe kom qep mja po perspektivën e jetës atyne, se gjithë ka me pas dallime, që ajo shumë më pëlqen të Anglia. Vazhdojmë. Ke nisur një content të ri në TikTok, qëfar të frymëzoj për të krijuar dhe qëfar mesazhi dëshiron të përcjellësh? Çka më ka frymëzu, normal, my passion, pasioni jame, që është me full me njerëz, dyqysh e kom vrejt të vetja që s'ka diçka që më knash ma shumë se sa one më kun ullin me një person, ata më kallzu çka kanë keq, edhe më jam një perspektive që nashta se kam pa, ka një herë kur i kena probleme të ndodh, na bllokohet truni se kena shumë menime, e s'u shohim as një zgjidhje. E kom qef më kon qaj person që t'jap zgjidhje, t'jap ndihmon në çast situatë. Edhe qajom frymëzon, se du minimu krejt drejt me të kallzu. Edhe çfarë mesazhi dëshiron të përcjellësh? Jeta shumë e shkurt. Tash ti mundesh me zgjidh apo do më kun i kënaq, apo do më kun katastrofë. Ajo krejt është në dorë tëme, edhe unë po du m'ju kallzu njerëzve që ajo është në dorë tëne. Mos thuj, është faji i filanit, ose faji i këtij asaj, apo din qysh, jo, është krejt në dorë tëne. Çat mesazh du me thonë. Si ndihesh kur merr komente negative apo ofendime online, a ki momente që po mendon të ndalësh? Drejt me të kallzu më ka ndodhur një herë që thash atin çka veç ta anale krej se qaq shumë hate që po marr. Po tani menova veç pak, unë nuk jam të postu për qit audiencë që po më shohin. Unë po postoj për njerëz që pi pëlqen që po postoj, njerëz që kanë qef më ngu, edhe atë çka do që thonë këta tjerë, unë tamam be bëj edhe gjithë kom e bu, se kam edhe shumë support për njerëzve, edhe krejtve e dini kush jeni, krejt ju dua, shumë ju dua. Qa menoj për komentet, kështut, drejt me të kallzu dyqysh unë e menoj që çfarë do personi që ka qatë shumë kohë me shkrujt komente negative në postimet mia, shojnë diçka te une që nashta ishtin ata mu kompleksov, drejt m'ju kallzu, se e di që unë për veti kur kujna si kisha bu dëm, kërkon s'du me lëndu, unë edhe njerës që më shojnë, unë apet i du, e që ato e menoj, e thëma din qka, ti s'pedoj që vetën, hajtë se unë po du ty për vetën tane. E si lota është i mu afektu. Njerëz kanë me thonë që ka me thonë, e që letë bojnë që ka dojnë. Vazhdojmë. Kush është personi apo influenceri që të frymëzon masë shumëte? Drejt me të kallzu, nuk menoj që kam naj persona influencer që unë frymëzon, s'është që kur marroj content tamen, nuk është që i këshyri tjera influencers, unë veç e bëj qka du me bu vetë për vete, du me fol qka do që më vjen qa dit me fol. Po qka me inspiron, kom qef shumë me lexu filozofi, ma specifike, stoicizm veç të spjegon qysh me jetu një jetë mirë, qysh më ku marrë racionale, që ke mu shumë ka një munjë teme. Vazhdojmë. Edhe njerëz për rreth meje inspirojnë shumë, se kam qef me nejt me njerëz që mësojnë sana. Si do ta bëj një mashkull për veti zonën?
karakteristika që duhet t'i ketë ai mashkulli. Drejt me të kallëzu s'është që jam t'u lypu në diçka që tashti s'jam e gatshme vetë dhe s'kam kohë drejt me të kallëzu, jam shumë e fokusuar në ambicjet mia. Po hajde që po folim në për të ardhmen. Veç më ku njeri mirë, edhe kur thom njeri mirë, thom njeri që është i drejtë, njeri që ka respekt, që ajo është shumë sa një vlefshëm të ona. Drejt, respekt, edhe njeri që mund është me pas ku të mirë me ta, vedin më me keshe, më knaq vlla. Vazhdojmë. Okej, po për femrat kosovare çfarë mendimi ki? Të bekrejt me çfarë femna kum folim Kosovë, super femna, shumë pëlqejnë. Veç drejt me të kallëzu, veç një sen që unë e shoh që më duket është kogja sen i madh. Më duket që ka një herë, s'po foli për krejt, po më duket që ka një herë femrat në Kosovë i japin vetës shumë presion për çish doken, ose çish i shohin tjerët. E që ajo më duket shumë e dëmshme. Kom qef një thonë, hej, mos tani që ajo në të thonë, mos tani se super jetu u dok, okej? Heq mos tani, duje vetën që shto qyshje, mos e prej tjetër ka me dash, që super je që shtot du një thonë. Vazhdojmë. Okej, let's see. A mendon se vajzat në diasporë e kanë më të vështira lidhjet me djemt nga Kosova për shkak të diferencave kulturore? Ta shumë s'un foli për krejt djemt e Kosovës, nuk është fair, unë menej që të me thonë, jo, krejt djemt e Kosovës janë ignoranta, janë kështot, nuk i nja, apëtën që e s'un foli për situatë, nëse i të thonë kështot, generally, apet nuk di, mu më duket është krejt më varët në person me person. Vazhdojmë. Si do e përshkruaj vetën me 3 fjallë? Unë jam shumë kurioze, diçka më hintru me njëherë do të me këqyrë qysh është përgjigja, qka, vetën qysh, kom qep me ditë rojen e gjithë shkafet, shumë kurioze, çdo ditë menoj që është ditë e re për me mësu diçka, jam kind, më duket që përkthet zemër të mirë, kam qep me një mu tjertë, edhe jo veç kështot me këshilla, po vetën thjesht e shoh dikon që i vyn me një mu diçka, kam qep me shku me një mu, edhe kështot pa prit kurrë prej dikujna, veç prej qefit tame, e fundit, pe thom anglisht, adventurous, adventurike, falju, monova. Kom qem me busane që më shtinë në siklet, për shambull që akum bu që tashtë, jo që tashtë për një janar, shkova në Budapest, shkova vetë, edhe shkova me hina për shpela më do këtë tiren, jom knaq, shumë sani mirë, e që non stop kom qefish me provu sane të reja. Okej, vazhdojmë. Ku mendon që shkon një mendim që harrohet? Farë pyetje e vukër, shumë më pëlqej që ka pyetja. Unë mendoj që mendimet nashta harrohen, po energjia që ke përjetun qatë mendim, apo në qatë kujtim, nuk harrohet, të gjithë ke mendje. Edhe nëse se marrë me situatën, energjin që ke marrë për qasoj situate, gjithë ke me pas mrana teje, e din çfarë ndjenje të ka jap. Okej? Vazhdojmë. Çka i thu vetës, po kur je para pasqyrës? Çka i thon vetës kur jam para pasqyrës? E zanke? Kur që ty bebiqatin foli me vetën, i thëmë atin qysh, ti mund është me bo qka do me bo, qka ta qeq menjën mund është me bo, ti e konfidente, ti adim vlerën vetës, edhe qfar do tripe që jo më në qatë më në gjes, qfar do afërmime që më vynë, kom qef shumë e full me vetën, okej? Vazhdojmë. Si është një ditë e zakonshme për ty, qfar të bën më të lumëtër, okej? Unë e kom qef shumë rutinë, unë e menoj që rutina krijon vend për kreativitet, se kur ki rutinë, ki ma pak decisions mi bo, ki ma pak sene pytje për vetën, s'bi që me të thonë, e din që a ki me bo, qëta ki me bo, tani ki vend ma shumë për kreativitet. Nese, çdo ditë shkoj unë në punë, tani shkoj mas punës direkt në fitness, tani mas fitnessit shkoj të shtëpia, edhe kur shkoj të shtëpia e kom rutinën e natës që e bëj, do me thonë kanë ora 9 e nojli telefonin, punona gati çdo ditë, po edhe unë jam njeri edhe ka njerë se bëj çdo ditë, po çka du me bo, me lexu bile 15 minuta, me shkryt 15 minuta në ditar, me meditu ka njerë, meditime, ja kom nisë që ta është i frek, edhe shumë më pëlqem. Qa tjetër, ka njerë bëj pak stretchings gjatje, në varët apo pritej aso pritej. A mendon se vajzat e bukra e kanë ma të letë në jetë apo përballën me paragjykimet të tjera? Kursun e din ti qa ka përjetu dikush tjetër. Nuk muj me fol, nuk e di, drejt me të kallëzu mu nuk më dokët, ka njerë e ki dhe ma shumë paragjykime. A din thojnë, kjo është kështu, dhe shuaj një femën konfidente, thojnë, kjo është kësi loje, kjo kështu të bën, kjo kështu, e që, se di, varet të personi. I don't know. Okej, vazhdojmë. Ti je në vajzë e bukur, e ndjen ndonjëherë që kjo ta ka hapur më shumë dyrë apo të ka sjell edhe probleme.
po di, adin dhe qysh për me hap dyrt, nashta vish kur du në kolon, edhe adin du me hin pështot, dhe që avej hello, edhe më të shojnë, a vedin qysh, po për diçka ma shumë, njeri une jetë shumë thjesht, shkojmë punë, për fitness, edhe të shpia, vloka njëherë dalë, po së dalë shumë shpesh. E që pe këqyrëm, që kësi djetë kur jetës, po nëse du me hap dyrt, nuk du me hap dyrt, më bazu me qysh dokna. Po, okej, sa shpesh të shkruajnë djemt në DM dhe cili është mesazhi më i çuditshëm që ke marrë. Drejt me të kallzu, DM-at e mia janë tush përthyer. Shumë kam DM-a, po i jape shumë rëndësi njerëzve që vinë më shkruajnë edhe dojnë këshilla prej meje, veç tek që aty në ja u kthej. Ashtu DM që më thonë më japin komplimente, faleminderit shumë për komplimente. Po nuk ja u kthej se thjesht tash jam në kohë tjetës tame ku po du me nejtu shkryt me dikon në qatë mënyrë. Atë ka ndodhur ndonjëherë të shosh një djalë që i pëlqen shumë, por ai të ketë frikë të afrohet, po më ka ndodhur në fitness. Edhe drejt me të kallëzuar shumë sa një sikletshëm se e shoh që dikush do me ardhë me të folë, tutët, vjen ofër, shkon, adin, e që ka njëherë dja bëne, mos e bë me dy mene, që të këshillë kisha jap. Okej, mendon se mashkujt e kanë problem të jenë me një vajzë të bukur sepse ndihen të pasigurt. Shumë pyetje e mirë. Nëse një mashkull është i pasigurt, nuk është aty problemi i femnës a është e bukur, a s'është, apo dhe qysh është mashkulli i pasigurt, edhe ai do të me punu në vetën e vet, ja jap vetën sigurin, okay? Se tani çfarë do femne, a nashta dikujna i duket atraktive, dikujna si duket, a pet ka më kuni pasigurt, okay? E që nashta nëse haj që po duket pak ma atraktive, qaja ka me bu, dhe të fish ma pa i sigurt. E që së më duke që atë është problemit të femna, atë është problemit të mashkujt me vetën. A pet s'po foli për krejt mashkujt. Let's see. A ndryshojnë mashkujt kosovar nga ata britanike në qasjet dhe mentalitetet? Që ta s'po ditë bashkë që me thonë, dhe që është kom taku edhe shqiptar, kështu po foli si shoh, kom taku shqiptar që janë shumë open-minded, kom taku edhe angles që janë shumë close-minded, a pet më duke që krejt vjen të personi, individual, apo më fill? Ata ka ndodhur një herë që ndonjë djalë kosovar të bëj ghosting. Për që po m'jen meni, jo, po drejt me të kallëzu s'është që ju shkruj unë e djemve. Vazhdojmë. Okay, let's see. A ki ndjerë ndonjëherë xhelozin e vajzave të tjera për shkak të vëmendjes që e merr nga mashkujt? Nuk menoj që është për shkak të vëmendjes që e merr nga mashkujt, nashta menoj që për tjera arsye, nashta që jam shumë konfidente, nashta që jam shumë friendly, apo den edhe diqyshe unë e kam një farë energjie që njerëz njën shumë shlirë me fol me ty, me mu m'fal, e nashta për që ata ka xhelozu se vish kështu s'm ka ndodhur shumë shpesh, veç e di me një femën që m'pa ndodhur qaj sen edhe kuko. Se kom di që mërë me po që ashtu shumë një femën një natë, po që përdu me thonë një sen që ajo u konë shumë femën e bukur, serios, shumë femën e bukur, tepër e mirë. Po, kur ja ka nisë mu silë që shtët me mu, pa arsye absolut heq, ju ka hek qaja bukuria, pa sha zotin po. Diqysh ka njëherë persone që jem rana, ju ka njëherë po gjithë persone që jem rana, ta jap ty bukurin e jashtme, për një me që të sanë shumë e besojmë. Vazhdojmë. Okay, let's see. Kur një djalë të fton në takim, çfarë e bën ato të suksesshëm, çfarë e bën fail totale. Okay. Pendryshojnë atë pyetje pak. Çfarë jem të jap advice, këshill për djem që dojnë me thirrni femën në takim. Nëse ti do me thirrni të femën në takim, unë e menoj shka me full confidence, okay, nashta edhe një është i sikletshëm, po jep ja vetës qatë confidence, edhe veç menoj e o vlla, nashta kjo është tepër e bukur, po s'do me thonë që është njëri maj mirë sone, okay, e që i provoje. Edhe është një sen që e thonë shumë anglisht, po mënura me përkëthy shqip, çdo goll që s'provon me bo, e hup, okay? Çdo goll, se nëse si t'ju jap goll të zero, abrine, absolut, hirë s'ke me jap goll. Feel me? Vazhdojmë. Okay, let's see. Ki ndonjë red flag që të bën të largohesh me njëherë nga një djalë? Xhelozia nuk më pëlqen. Xhelozia për shembull me thonë ku përdaj, jo, adin qka, pjani se qëto apet, red flag. Vesh mu bo shumë controlling, mu kontrolu shumë, që ajo mu absolut hiç s'm pëlqen, do më thonë me njëherë bye bye.
Edhe desha me full pak për qëtë video, the red flag video, qatë video që këm bo për red flags, se që kjo mduket që ka pas pak keq kuptime, desha me full ma shumë për qëtan. One qatë video e këm bo sepse më kanë orë shumë femra, më kanë shkryt edhe më kanë thonë zonë, qëre që shtu të shtu ma bo që kjo, që shtu të kjo tjetre, apo din qysh, edhe one vetë me veti thësha, kur njetë se kisha toleru dikën me ma bo, qëto sene, e tani thash, okej, a din shka, se s'mojsh edhe drejt një kalzu, nuk po moj se cilit mja këthy, se pak s'po kom edhe shumë ko, e pisho krejt komentet, krejt mesajat, po mununa me bo një video bazike në qato mesajat ka njere, e thash, okej, vish ta bëj një video të saneve që une si kisha toleru, që ato unë i thash të do njerëz dhe s'ju do këtë normale, po që ato jënë sanet e mija, apo dhe në qysh, e që se cilë e ka të vetën e vetë. Po edhe një sen që du me thonë, une i urej me shpirte me zamër, standartet e 2 feshta, du me thonë krejt që a kom thonë në qatë vetë jo, krejt njët aplikën edhe tek famna, sërsh që vishtë të isha, apo dhe në ma shkujt me buk të kështë ashtot, nashta që ashtot ka dojlë, po sërsh që a do isha me thonë. Let's see. Po të duhaj të zgjidhje, një lidhje plot pasion për toksike, apo një lidhje stabile për pak monotone. Menoj që mund është me pas, unë e qërë të tja njëse që tashte. Nuk menoj që është vish lidhje toksike, qërë, jo, pret, me nafa. Lidhje toksike, kur qysh heq, jo vla, s'kom nerva, s'kom energji, unë energjin du me rikëthym vetën tame, nëse partnerin nuk të shtyn edhe të ngrem rapa, që atare për mu është katastrofë edhe s'du kur mu konën qasi pozite. E që nëse dohet me zgjedh prej këtyne dujave, do e zgjedhë lidhje stabile për pak monotone, po nuk besoj që është veç njëna ja tjetra. Një mesazh të fuqishëm e plot emocion për femrat kosovare. Qit mesazh nuk e thom veç te femrat kosovare, po e thom te gjithkosh, duje vetën mas pare, të lutna, këqyre vetën, se cili kena lind vet, kena dek vet, okej? Edhe ti s'munësh mi dash tjertë, nuk munësh mi nimu tjertë pa e desh të vetën mas pare. Okej, u kry. Shpat shumë faleminderit, Onima Produksion, shumë faleminderit. Guys, bëja një follow Onimës në TikTok, Instagram, Facebook, gjithkan çdo rrjete sociale. Ju dua krejtve, kaloni mbrëmje sa më të bukur. Mua! Tungi!